Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni ju? Atëherë, zoti Metalla, ngushtica e Hormuzit është një nga arterjet kryesore të tregtisë globale të naftës. Nëse tensionet ushtarake do të vazhdojnë ose rruga do të bllokohet pjesërisht, sa mund të rriten kostot e transportit detar dhe sigurimeve për anije tregtare që furnizojnë Europën edhe rajonin tonë? Si kurse ju e thatë, ngushtica e Hormuzit është një rrugë kalim shumë i rëndësishëm. Rreth 20% e naftës dhe 25% e gazit natyral kalojnë nga kjo ngushticë. Pra është një nga, le të themi, burimet kryesore të energjisë në rrafsh global. Një pjesë e madhe e tregjeve, sidomos aziatike, furnizohen nga nafta dhe gazi që kalon nga kjo ngushticë dhe padyshim që ka një rëndësi të jashtëzakonshme globale dhe natyrisht tregjet janë direkt të influencuara nga çdo lloj ndryshimi apo nga çdo lloj eskalimi që mund të pësojë situatën në Qirin Persik. Aktualisht kanali Hormuzit ka qenë i bllokuar. Sipas disa lajmeve të fundit thuhet që ka filluar lëvizja e cisternave, domethënë pak orë më parë. Nuk di më tutje se si ka shkuar historia, por do të them që në fakt edhe nëse vazhdon lëvizja, kostot e transportit sigurisht do të rriten. Do të rriten për shkak edhe të siguracioneve, sepse tashmë duke qenë se zona e ngushticës së Hormuzit konsiderohet nga ana e kompanive të sigurimit si një zonë lufte, pra listohet në atë që quhen zona lufte, pa diskutim që polica aktuale që kanë anijet në bord nuk i mbulon për rrisjet e luftës. Dhe praktikisht janë të instruktuar nga kompanitë e sigurimit që nuk duhet të lundrojnë në zona të tilla, ose për ndryshe lundrimi do të bëhet nën le të themi përgjegjësinë e tyre, pra nuk mbulohen për rrisjet e luftës. Nëse do të marrë një policë e cila mbulon dhe rrisjet që përfshihen në një zonë lufte, natyrisht që kostot e një police të tillë sigurimi janë marramundse, unë nuk mund të them shifra tani, sepse kjo varet nga kompanitë e sigurimit dhe natyrisht nuk janë fikse, por kjo do të rriste ndjeshëm kostot e transportit dhe natyrisht do të kishte efekt, do thoya direkt edhe në çmimet e karburanteve, pra do të kishim një rritje të ndjeshme të çmimit të karburanteve. Do të thënë pa diskutim që ngushtica e Hormuzit është një element, do thoya, crucial për sa i përket ekonomisë botërore dhe furnizimit me energji. Shqipëria është një vend që importon pothuajse të gjithë karburantin nga tregjet ndërkombëtare. Si përkthehet një krizë detare në Gjirin Persik në çmimet e karburanteve dhe transporteve në Shqipëri? Pa diskutim, Shqipëria nuk është e shkputur, nuk jeton domethënë jashtë influencave të këtyre efekteve globale që ka çmimi i naftës në botë. Pa diskutim që ne do të ishim të prekur, pasi edhe përse ne nuk do ta marrim naftën direkt nga Gjiri Persik, pa diskutim rritja e çmimeve në ngushticën e Hormuzit do të thotë që do të trondisë tregjet dhe do të detyrojë domethënë të gjithë tregjet botërore të reflektojnë dhe të pa diskutim të ngrejnë çmimet e naftës. Pra, një situatë e tillë prek këdo, prek dhe tregun shqiptar dhe praktikisht ka patur reagime dhe nga importuesit shqiptar të naftës, të cilët kanë deklaruar se në ditët e fundit, domethënë naftën e kanë blerë me çmim më të lartë se sa e kanë marrë, le të themi, disa javë më parë. Pra, shikohet që efekti transferohet në mënyrë të drejtë për drejtë. Sa i rrezikuar është realisht trafiku detar global nga përshkallëzimi i konfliktit me Iranin? Trafiku global, natyrisht ne nuk mund të themi që gjithë trafiku global do të influencohet nga konflikti në Iran, domethënë konflikti sigurisht që influencon zonën e drejtë për drejtë, që është zona e Gjirit Persik, por trafiku global preket në mënyrë të thoya indirekte për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit. Duhet kuptojmë që sot në atë tortën e shpenzimeve të operimit të një anije, shpenzimet e karburantit shkojnë 45, 50 deri në 60% të gjithë, le të themi, kostove operacionale të një anije, dhe natyrisht rritja e çmimit të naftës prek këdo, prek të gjithë transportin global. Përsa i përket sigurisë, natyrisht që zona që është atje është zona më e riskuar, ndaj dhe ka patur kufizim deri në ndalim të plotë të lundrimeve për shkak, sikurse e thash, edhe të
kompanive të sigurimit, të cilat nuk mbulojnë rrisje të tilla. Për ndryshe duhet të presësh një policë, pra duhet të blesh një policë sigurimi e cila mbulon dhe zonat e luftës. Çka ka një prim jashtëzakonisht të lartë pastaj. A do të ketë devijim të rrugëve detare apo vonesa të mëdha në furnizim me mallra drejt Europës? Unë nuk besoj, sepse normalisht domethënë kalimi në kanalin e Suezit momentalisht ka funksionuar dhe nuk ka pasur probleme, që do të thotë linjat që funksionojnë nga Azia për në Europë kanë funksionuar normalisht, por me eskalimin e konfliktit, natyrisht kanali i Suezit është në rrezën e veprimit të goditjes Iranit, mund të ketë edhe devijime, domethënë, dhe kjo natyrisht do të shkaktojë dy efekte. Së pari, një vonesë prej më shumë se sa 6 deri në 7 ditësh në mbërritjen e anijeve, por nga ana tjetër do të kemi një rritje të konsiderueshme të kostove të transportit, pasi natyrisht rritja e distancës shoqërohet dhe me shpenzime më të larta për transportin e madhave dhe pa diskutim, kjo shoqërohet dhe në çmimin final të produkteve që do të paguajë konsumatori. Nëse çmimi i naftës do të kaloj pragun psikologjik për $100 për fuqi, cilat sektoret e ekonomisë shqiptare do ta ndjejnë më shumë goditjen? Transporti, turizmi, bujqësia apo industria? Unë besoj se do të kemi një efekt të përgjithshëm. Shpresoj që nuk do të arrijmë në atë pikë, pasi edhe në këtë moment që kriza është, le të themi, në një moment shumë intensiv, çmimi i naftës nuk ka kaluar, është diku te $82 për fuqi, por unë besoj që me kalimin e ditëve konflikti do të zbutet, do të normalizohet derisa të gjendet një zgjidhje. Pra, ky është një konflikt që ka influenca globale. Nuk është se prek vetëm vendet e përfshira direkt në konflikt, por duke qenë se bëhet fjalë për furnizimin e tregjeve me energji, dhe besoj të gjitha tregjet e botës, sikurse e tham, janë të prekur nga kjo gjë, unë besoj se do të ketë një zgjidhje të shpejtë, besoj se do të kemi një qetësim të tregjeve dhe natyrisht një normalizim të situatës. Portet shqiptare si Durrësi apo Vlora varen nga trafiku ndërkombëtar. A mund të ndikojë një krizë detare në lindjen e mesme në uljen e volumit të tregtisë ose përritjen e kostove të import-eksporteve për bizneset shqiptare? Unë nuk do ta shikoja bardhëzi situatën, pra nuk mund të thoya që një konflikt që ndodh në një rajon tjetër mund të shkaktojë efekte negative në të gjitha rajonet e tjera. Madje mund të ndodhë që për shkak të pasigurisë në një rajon mund të kemi shift, pra mund të kemi spostim të vëllimeve të ngarkesave në rajone të tjera. Për shembull, përmenda edhe në një takim tjetër, konflikti Rusi-Ukrainë në një farë mënyrë ka bërë që rajoni i Detit Zi të konsiderohet një rajon jo shumë i sigurt për të lundruar dhe një pjesë e ngarkesave në fakt janë transferuar dhe nëpërmjet Adriatikut. Dhe këtë efekt e ka ndjerë dhe porti i Durrësit, i cili së fundmi ka patur një rritje të vëllimit të ngarkesave që ka përpunuar mbi atë mesatare normale që ka patur në vitet pararendse. Çka do të thotë që një situatë e tillë mund të sjellë ndofta nganjëherë dhe avantazhe për rajonet e tjera. Le të shpresojmë, sikurse e tham, pra ne nuk do donim që të kishim avantazhe nga një luftë, ne shpresojmë që situata të qetësohet, që palët të gjejnë zgjidhjen, por gjithsesi ne duhet jemi të përgatitur për të gjitha opsionet që mund të sjellë dhe për të gjitha alternativat që do të thoja derivojnë nga një konflikt i tillë. Shqipëria prodhon naftë, por eksporton sepse është e rëndë për konsum të brendshëm. Në një krizë globale energjetike, a ka vendi ynë ndonjë mekanizëm për të amortizuar goditjen e çmimeve? Që ne të amortizojmë goditjen e çmimeve, natyrisht që duhet kemi dhe duhet të zhvillojmë kapacitete më të mëdha për sa i përket përpunimit të naftës, në mënyrë që ta bëjmë atë nga naftë bruto në naftë të përdorshme për industrinë, për turizmin, për peshkimin, për bujqësinë dhe për të gjithë sektorët e ekonomisë. Në pa të tilla kapacitete, sigurisht ne do të jemi krejtësisht të varur nga tregu i jashtëm dhe do të paguajmë dhe kostot që sjell domethënë rritja e çmimit të naftës në rrafsh global. Nëse konflikti do të zgjatet për muaj ose vite, a mund të ndryshojnë rrugët kryesore të tregtisë detare dhe të energjisë në mënyrë që edhe ekonomitë e vogla si Shqipëria të përballen me një epokë të re, çmimesh më të larta dhe pasiguri ekonomike? Natyrisht tregu gjithmonë është fleksibël, është elastik dhe nëse ne do të kemi një konflikt të zgjatur dhe do të kemi, si thua, dhe pengesa në lëvrimin, në fluksin e transmetimit të energjisë, pra të naftës, të gazit e kështu me radhë, natyrisht që do të ketë rrugë alternative. Për shembull, sot
le të themi që përveç ngushticës së Hormuzit, një pjesë e mirë e naftës dhe gazit kalon dhe nëpërmjet tubacioneve të ndryshme. Domethënë në Emiratet e Bashkuara janë dy tubacione, të cilat dy linja pra tubacionesh të cilat transferojnë, por sasia që ata transferojnë nuk është se ekuilibron atë sasi që lëviz nëpërmjet cisternave nga gjiri e Hormuzit. Por nëse do të përballemi me konflikt të zgjatur dhe nëse nevoja do të kërkojë investime të tilla, unë besoj se tregjet do të reagojnë, korporatat e mëdha do të ndërhyjnë dhe pa diskutim do të ketë një zgjidhje alternative për të mos lënë tregjet të pafurnizuara. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Mirupafshim, kalofshi mirë.